إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من الله تجد مشيرشمت مشيروست Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që I madhi Zot Allahu e udhëzon dhe e drejton në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta uzojë tek e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, e Zot që e meriton me qenë Zot e me u adhuru si Zot përveç Allahut. Ai është një, I vetëm, pa shok, pa bashkëshorte, pa fëmijë, absolut, I pa imagjinueshëm, sido që të imagjinohet nuk është ashtu. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri I dërguar I Zotit, vula e profecisë në tokë. Ai përmbushi vargun profetik dhe mbas tij më nuk ka profeci. Zoti e solli në tokë për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit, pra paraqitje, demonstrim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësit, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Falënderimet I takojnë Allahut që me mirësinë e tij arrihen sukseset në jetë. Elhamdulillah, muslimanët në gjithë botën, po edhe ne, si një pjesë e pandare këtij trupi bashkësie, e kryem një adhurim tepër të rëndësishëm, që është adhurimi I agjërimit të muajit të Ramazanit. Dhe normalisht, siç përmendet në disa transmetime, dhuratat janë shpërndarë. Dhe ne shpresojmë për të madhit Zot që të jemi ndër ata që kemi marrë dhuratën tonë nga Zoti I gjithësisë ditën e Bajramit dhe me mbylljen e tij vazhdon sërish jeta. I madhi Zot Allahu xhalla xhelalu thotë në Kur'an: Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Numri I muajve te Allahu është 12. Numri I muajve te Allahu është 12, jo 1. Ke Zoti nuk ka vetëm një muaj që quhet Ramazan. Numri I muajve te Allahu është 12. E ai është Zoti I të 12 muajve normalisht. Ai është Zoti I kohës, Zoti I gjithçkaje dhe në dorën e tij është gjithçka. Raporti jon me Zotin normalisht në kohë të caktuara, në kohë më të veçanta, në vende më të veçanta, bëhet më I zellshëm. Po kjo nuk do të thotë që me daljen nga ai vend apo me daljen nga ajo kohë ne transformohemi. Transformimi, nëse do të ishte për më mirë, do ishte mirë. E nëse transformimi do të ishte kthim atje ku ishim, apo më keq akoma, do të thotë se kjo që kemi bërë ka nevojë për të mirë analizuar.
Për këtë arsye thoshin të moshmit, nëse do me ditë nëse një adhurim ty të është ngjit tek Zoti apo jo, shihe veten tënde mbas adhurimit, si ndjehesh dhe çfarë disponibiliteti ke. Nëse je i prirur tek e mira, kjo do të thotë se adhurimi e ka bërë punën e vet. E nëse je i prirur tek e keqja, atëherë adhurimi duhet të ketë pas diçka brenda. Për këtë arsye i madh i Zot, Allahu xhalla xhelaluhu e mëson të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd deri në vdekje. Adhurimi i Zotit dhe nevoja e njeriut për Zotin është edhe për te i vdekjes. Po për te i vdekjes nuk kemi çfarë të bëjmë më. Atëherë, adhuroje Zotin deri në vdekje. Se nëse ti përkushtohesh atij deri në vdekje, ti je i sigurt se më tutje je mysafir, je i zgjedhur, je i dashur, je delegat i Allahut. Vëllezër dhe motra, nëse në këtë botë njeriu me parime nuk e harron të mirën që ja ka bërë dikush, ai që ka parime flasim, nuk flasim për kategorinë më të shpifur që janë mosmirnjohësit. Fiksojeni këtë, nuk ka kategori më të shpifur në racën njerëzore se sa mosmirnjohësit, ndaj Zotit, ndaj prindit, ndaj dikujt që i ka mësuar diçka, ndaj dikujt që i ka bërë një mirësi etj. Raca më e keqe, më e shpifur, janë ata të cilët janë mosmirnjohësa. Allahu xhalla xhelaluhu i madh i Zot, i qofshin falë, Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili neve na ka dhënë mirësi dhe begati pafund. Ai është ai i cili na udhëzoi që ne të jemi në adhurimin e agjërimit gjithçka. Mirënjohja jonë ndaj Zotit xhalla xhelaluhu duhet vazhdoj. Thash, nëse dikush ty ta ka bërë një të mirë, ose dikush i ka bërë një të mirë. Nëse është njëri me parime, nëse nuk është ka raca e fliqur, po është njëri me parime, nuk ja harron kur të mirën tjetrit. Apo nuk është kështu, në jetën normale. Nuk po flasim në lidhje me Islamin, me besimin e hiç. Në jetën normale, dikush që ta bën një të mirë, a duhet me harru? S'duhet me harru kur. Kështu funksionon tek njerëzit normal. Tek mosmirnjohësit, që janë raca më e shpifur, ato janë një të mirë që ta harrojnë, po me i pas boj 100 të mira t'i hedhin në prua. Në jetën normale, nëse dikush të ka bërë një të mirë, s'duhet me harru këtë të mirë që ai të ka bërë. Po Zoti i gjithësisë, ti mendon se të bësh ti një të mirë për Allahun, ti je i sinqert me Allahun, ta harron Zoti? Kur nuk ta harron Zoti. Nëse njeriu me parime në jetë nuk ta harron kur të mirën që i ke bë, ti je i sigurt se i madhi Zot në një nga emrat e tij të bukur ka emrin Esh-Shakur, mirënjohës. Një nga emrat e Zotit është falëndëruesi. Ti je i sigurt se çdo që të bësh ti, Zoti nuk ta harron kurrë. Dhe Allahu do ta kthejë në një formë apo në një formë tjetër. E Allahu xhalla xhelalu i drejtohet pejgamberit alayhis salatu wasalam që të bëjmë lidhjen e Zotin tënd, adhuroje ose adhuroje Zotin tënd deri në momentin e fundit të jetës, sepse nevoja jote për Allahun është deri në momentin e fundit të jetës. Atëherë dhe borxhi jot ndaj Allahut nuk lahet deri në momentin e fundit të jetës. Po edhe sikur mos t'ja kishe nevojën, ai është meritori. Sa ai ta dha jetën, ai dha gjithçka, ai vunin shërbim gjithçka, ai dha mendjen, ai dha zgjuarsinë, ai dha inteligjencën, ai dha thjesht për turp, edhe sikur mos t'ja kishe nevojën. Ne ja kemi nevojën sa herë marrim frymë dhe nxjerrim frymë. Sa herë që zemra jon rre, sa herë që çarkullon gjaku në trupin ton, ja kemi nevojën. Po edhe sikur mos t'ja kishim, fakti që ai na i ka dhënë të gjitha dhe janë shërbimin ton, turp i njeriu. Nuk mund të jetë ndaj krijuesit mosmirnjohës. Për këtë arsye i tha, e Zotin adhuroje apo adhuroje Zotin deri në momentin e fundit të jetës tënde.
Pra nuk ka afat, nuk ka afatizim, nuk ka kohë. A e dini ju vëllezër dhe motra, se në atë ditë që i dashmi i Zotit dhe i dërguar i tij, Muhamedi alayhi salatu selam, ka ndruar jetë, e ka falë namazin e sabahut, masi i ka rënë të fikt disa herë, dita e fundit e jetës tij, dhe sinjalet më i kishte marrë nga Zoti që do të kaloj nga kjo botë në botën tjetër, megjithatë nuk u largua nga kjo botë pa e falë dhe namazin e fundit të jetës tij. U çu një herë doli aty që tërhoqi perden, i pa sahabët që ishin duke falë namazin e sabahut, ju çel fytyra, buzëqeshi, saqë thanë disa sahabë që e panë, si ishin disa të safe më mrapa, u hap perde si me qenë ke kjo dritarja këtu. Qentullon njerëzit namazit prej qefit madh, sepse dije që pejgamberi sa në ato ditë nuk ishte mirë. Ai e mbylli perden, shkoi në shtëpi, i rat fikt disa herë, pastaj fali sabahun, pastaj në paraditën e asaj dite, si më thonë, mas disa orësh ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam. E çojnë në vend urdhnin e Zotit derisa të vi vdekja. Dhe kështu funksionon. Derisa ke jetë në trupin tënd, ti je bozhli. Subhanallah, në një hadith shumë interesant, ne kemi përmendur edhe herë tjetër, por këtu është një transmetim tjetër. Thotë, sikur njeriu nga dita e lindjes deri në momentin e fundit të jetës tij, në një transmetim thotë deri në ditën e Kiametit, ta kishte kalu jetën fi mardatillah, në kënaqësitë të Zotit, pas sikur mos me pasboj njeriu asnjë gjunaf gjithë jetën. Thotë, la haqirahu yawm al-qiyamah. Do ta zhvlerësonte, do ta shifte që është asgjë ditën e Kiametit. Pse? Kur shef njeriu botën e përhershmërisë dhe përjetshmërisë, kur shef njeriu me sy xhenetin, kur shef njeriu me sy xhenemin, s'ka më asgjë vlerë o vëllezër. Po megjithatë Allahu xhalla xhelaluhu, elhamdulillah, nuk na trajton si jemi ne, alhamdulillah. Allahu na trajton si është ai. Dhe kjo është ajo që neve na e forcë, na e shpresë, sa herë që gabojmë pendohemi, sa herë që rrëzohemi, çohemi, sa herë që jemi me gabime, me mëkate, me gjunave. Pse? Se ne e dim se kemi të bëjmë me një Zot, me Allahun, i cili na trajton si ç'është ai, jo si jemi ne. Kur thot në njëri, jo hosh thot, ta pruv Zoti siç ke zemrën, jo i them ne ke gabim këtë duan. Ma pruv Zoti siç është Zoti, jo siç jam unë. Se ne jemi shumë të vegjël. Shumë të vegjël për të shpërblyer për atë që jemi ne. Po është Allahu xhallal xhelal, mëshira e tij, mirësia e tij dhe begatia e tij që na mban dhe na jep forcë dhe na jep fuqi. E kjo gjë është ajo që neve duhet na mbajë vazhdimisht në aktivitet. Tha i madhi Zot, Allahu xhallal xhelal në Kur'an, inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu pranon për aty që janë më të vërtet devotshëm. Ne këtë duhet ta ruajmë, se e fitum inshallah, shpresohet gjithmonë që ta kemi fitu këtë titull në Ramazan. Shpresohet, presupozohet. Atëherë le ta mbajmë. Se nuk ka kuptim të fitosh një titull e pastaj ta gjujsh atë titull. Jo, duhet me mbaj, duhet me rujt. Edhe ne duhet ta ruajmë. Duhet ta ruajmë sepse ditët ecin, koha ecën, jeta ecën, ndërkohë që nevoja jonë për adhurim është konstante e përhershme, atëherë ajo që neve mund të na mbaj aktiv, të gjallë, si më thënë, ndërgjegjen tonë ta mbaj gjithmonë aktive dhe të pastër dhe të mirë, është pikërisht kjo lidhja jonë me Allahun xhalla xhelalu. Për këtë arsye në Islam nuk ekziston fakti që po e bëre këtë s'ke më nevojë të bësh gjë tjetër. Nuk ekziston kjo gjë në Islam. Në Islam fale sabahun, erdhi dreka, duhet me fal drekën. E fale drekën, do të vinë namazin tjetër, do ta falësh prapë. Bonë Ramazanin, nuk e mbyllet me kaq, vjen Ramazani tjetër. Po mund të bësh edhe agjërime të tjera që janë përveç Ramazanit, kështu me radhë, siç është ky agjërimi që ne nisim në këtë muaj, muajin Shawwal. Ky muaj që vjen mas Ramazanit është muaji i 10 i kalendarit
hënor, muaji 10 i kalendarit hënor, dhe në të agjërohet një 6 ditësh plus, që quhet 6 ditësh i shoqërues i Ramazanit, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që agjëron Ramazanin, e më pas agjëron 6 ditë nga muaji vijues, pra ky që quhet Shawwal, Zoti Allahu do t'ia shkruaj sikur ka agjëruar gjithë vitin. Sepse Ramazani quhet sikur ka agjëruar 300 ditë e vitit, ndërsa 6 ditëshi quhet sikur ka agjëruar 60 ditë, sepse thot një hadith tjetër, Allahu minimalisht që e shpërblen njeriu është 1/10. Ramazani sa për 300 dhe ky 6 ditëshi sa për 60. Po mirë të thonë njëri, po kur është Ramazani 29? Kur është Ramazani 29, 29 dhe 30 rrumullakosen. 29 dhe 30 rrumullakosen, që do të thotë 29, 30 futet tek 300-shja, 6 futet ke 60-shja dhe mbaroi historia. Pastaj ka dhe gjë tjetër, edhe sikur themi 29, 290 dhe 6 ditëshi. 60 sa bëjnë? 350. Viti hënor nuk është 365 ditë, po sa është 355 ditë. Kështu që ne po i morëm 350, i 5 që e kemi dhurat nga Zoti i Madh, kështu që mos e lë shejtanin të lozë me ty në matematikë. Vëllezër dhe motra, kur ne shohim jetën e të parëve tanë dhe mënyra se si ata janë lidhur me Zotin e tyre, duhet zbulojmë sekretin çfarë i ka marrë ta njerëz. Ne për shembull, ne dobtit e kemi kështu me kohë për shembull. Për shembull për xhumaj jemi mirë ku dëgjon, marron xhumaja, psojmë. Ose jemi Ramazan mirë, masa çfarë i ka, domethënë, ku është sekreti i këtyre njerëzve? Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ju e dini historinë e Omerit, besoj, e kanë godit namaz, e kanë qarë barkun nga e majta në djathë. I bjerë të fikë, normalisht, dhe ka jetu nga që ishte burri madh i bëshëm, ka jetu me bark të hapur, kur i thonë 3 ditë, e 3 net. Kur ka ardhë në vete, për herë të parë, ka ardhë në vete, si krasi gjendje të fikti, gjaku i humbur shumë, gjëja e parë që ka thonë Omeri, a e dini çfarë ka qenë? Sabahu. Dhe më thonë, i ishte fikur filmi namaz. U zgju, si ishte namaz. Fjala e parë që tha, orë namazi. I thanë ato prisë besimtarve, jo, thot, më lini herë të falë namazin. Pra nuk tha kush më vrau, kush e boni, njoftoni policin, njoftoni fare. Namazi herë, e filloi herë me namazin. Dhondri i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se këta janë shembulli ynë o vëllezër, ne nuk mund të gjejmë shembull nga qafirat. Këta janë shembulli ynë. Ne këta kemi model. Dhondri i pejgamberit alayhis salatu wassalam. U çun disa njerëz në kohën e tij, ai ishte halif, ishte i pari i muslimanëve. U çun njerëzit kundër tij, ku dëgjon etj këta fitnexhit, ta që flasin në për lokale, në për vende, kështu që flasin për vllazninë, për njerëzit, për hoxhallarët e tjerë. Fitnexhit, këta quhen fitnexhit, smirxhit. Njerëzit më të ulur që ka rruzulli toksor. E fol janë ngritën popullin kundër. Kujt dhondrit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Që i vdiq goca e parë, pejgamberi sallam e martoi me gocën e tij të dytë. Keni parë kështu ndonjëherë në historinë e njerëzimit? Si tha pejgamberi sallam, mos ke mund turp prej atij që me lajket kanë turp, Othmani. Othmani di ndodhe kjo lloj fitnie, ju çun këta. Mos mirënjohësit. Ta që kapin një llafe, kapin një tjetër, se e tha se e boni dhe pastaj bën analizën, e përhapin fitnën popull dhe populli pastaj bën vetë analizët, si mas qefit. Ja kishin rrethu shtëpinë. Me vra nuk ishte puna. Edhe çohen sahabët, njerëzit, dhe ndërta Hasani dhe Huseini, 2 bijtë kujt e Aliut radhiyallahu anhu. Osmani e pa që situata kishte dalë nga kontrolli. Dhe këta njerëz dojshin
Othmanin. Çdo që të bëjtë Othmani, ata dojshin të kishin synim Othmanin. Othmani radiallahu ta'ala mbyllet në dhomë dhe ju thot njerëzve ikni. Ikën me urdhën sepse ishte halif, ishte i pari. Urdhën i parit nuk thyhet. Ikën të gjithë, përveç 2 personave. Hasani, djali i Aliut, dhe Huseini, djali i Aliut, 2 nipat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Del dhe njëherë Othmani jashtë dhe ju thot: "Ju betohem, thot, në Zot, do të ikni për shtëpisë time dhe do ta lini vendin të lirë." Dhe thot, nuk ju a bëj halal nëse rrini këtu. Nuk e keni halalin tim. Çdo që të ndodhi unë nuk a bëj halal. Mirë po thot Othmani që unë nuk a bëj halal ishte shumë e rëndë për ata që kishin 2 parë mend. Dhe Hasani dhe Huseini kishin shumë parë mend. Dhe ikën, e lanë. Hapi Kur'anin dhe po vazhdonte leximin e Kur'anit. Ata u futën dhe e vranë duke lexuar Kur'an. O vëllezër, çfarë i ka bërë këta njerëz që t'jenë kaq përhershëm, mos mërziten asnjëherë ose mos dvelen asnjëherë? 2 janë gjërat. E para, sekretet. Kanë kërkuar prej Zotit ndihmë, nuk janë mbështet tek vetja e tyre. Ja ke nabudu e ja ke nestein, o Allah, ty të adhurojmë dhe prej teje kërkojmë ndihmë. Domethënë, nuk mund të kesh ti sukses dhe përhershmëri dhe vazhdueshmëri vetëm se me dashurinë dhe me lejen e Atij lart. Mbaroi historia. E dyta, kanë bërë vazhdimisht xhihad, luftë me veten për të qenë qëndrueshëm. Ti mendon se shejtani në kohën aty ishte me pushime? Ti mendon se nefsi aty nuk ju funksiononte? Jo, më vëlla, ju ka funksionu nefsi, ju ka funksionu shejtani, kanë pas ato sfidat dhe sprovat e kohës. Por kanë gjetë ku më u lidh, kanë gjetë ku më u mbështet te Allahu xhelle xhelalu, e para. Dhe e dyta, kanë qenë vazhdimisht në përpjekje. Sepse nëse ti përpiqesh, Allahu e sheh dëshirën tënde, Allahu e sheh përpjekjen tënde dhe Allahu nuk të tradhton. Nëse ti je me qëllimin e mirë që do të arrish, do të arruish veten, do të mbash, Allahu xhelle xhelal ta bën marrë dhe mirë dhe të jep sukses. Wastabir li'ibadatihi. Fjala wastabir mund përkthehet përmbahu, mund ka dhe një përkthim shumë interesant. Vetmohu, po jo me kuptimin vetmohimit ekstrem, me kuptimin luftë e vazhdueshme, deri në vetmohim. Në adhurim të Allahu xhelle xhelaluhu. Pra ne duhet ta tregojmë, neve duhet përpiqemi. Edhe ti jesh i sigurt, en Allah la yukhayyibu dhanna abdihi bihi. Allahu nuk e çon dëshirën, vullnetin, mundin, përpjekjen e robit pra njeriut, nuk e çon përpjekjen e njeriut huq dhe bosh. E për ta mbyllur hutbën e parë, e pyeti njërin prej burrave të moshëm, i than: deri kur kjo punë, pra adhurimi, përkushtimi, kujdes e tjerë, tha i fjali, deri sa t'ja kesh nevojën, tha. Deri sa t'ja kesh nevojën. Deri kur ja ke nevojën Allahut? Vallai, deri në momentin, deri në frymën e fundit ja ke nevojën. Atëherë, deri në frymën e fundit. Vëllezër, siç e thash, ne jemi në muajin Shawwal, dhe ky muaj Shawwal ka 6 ditë që është mirë, nuk janë vazhib, nuk janë farz, nuk është e detyrueshme, po është e pëlqyeshme, është e preferuar dhe e mirë që të plotësohen mbas Ramazanit, në mënyrë që të marrim shpërblimin e madh tek i madhi Zot tek Allahu xhelle xhelalu, por duhet kemi parasysh plotësohet Ramazani, sa i tha sallallahu alaihi wasallam, cili do që e agjëron Ramazanin, pra e mbyll Ramazanin, e më pas e pason me 6 ditë nga muaji vijues, e quhet sikur ka agjëruar gjithë vitin, përveç rastit kur dikush ka ndonjë
angazhim që s'ka mundësi, atëherë mund të shtyhet ky 6 ditëshi, për shembull siç është rasti i motrave besimtare që mund të kenë shumë ditë nga Ramazani dhe nuk e kapin dot, apo në një rast ekstrem le të themi, për ndryshe nuk ka arsyetim, po iku 6 ditëshi iku më. Mos u bosi puna atij që tha, tha ka edhe 2 ditë që të mbyllet muaji, po unë akoma s'kam filluar 6 muajshin. Po unë akoma s'kam filluar 6 ditëshin. Allahu ta lehtësoft. Allahu ta lehtësoft. Allahu na lehtësoft gjithë. Amin. Le të themi pak tek ajetet e agjërimit. Është shumë interesante se Zoti kur flet për mbylljen e Ramazanit thot: "Wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe që të jeni falëndërues. Pra adhurimi i agjërimit, adhurimi i Ramazanit, muaji i Ramazanit ka disa misione në vetvete dhe një nga misionet ka që ne të jemi falëndërues ndaj Allahut, jo thjesht në Ramazan, po ta fitojmë këtë veti edhe mbas Ramazanit. Dhe këtu lind çështja e trajtimit. Që të jeni falëndërues. I Madhi Zot në Kur'an tregon se i ka shpallur Daudit alayhi salatu selam dhe i ka thënë: "I'malu ala Dauda shukra." O familja e Daudit, falënderoni me vepra. Falënderimi është 3 llojesh. Falënderimi me zemër, që ti ta nish me shpirt që këtë e ke prej Allahut, suksesin, mirësinë, çdo gjë ta nish me zemër dhe me shpirt. Falënderimi me gojë, thosh elhamdulillah, falënderit o Zoti im që më bën e marrë etj, mund ta thush arabisht, mund ta thush shqip, s'ka problem. Dhe falënderimi me vepra. Dhe kjo është sfida faktikisht, dhe kjo është sprova. Se me zemër njeriu mund ta ni, me gojë mund ta thot. Prova ku është tek veprat tona. E ti je falëndërues me vepra, themi edhe ke fillimi i hutbes. Nuk ka kohë të caktuar dhe vend të caktuar. Falënderimi me vepra duhet të jetë i përhershëm dhe i vazhdueshëm derisa për këtë arsye Allahu që në Kur'an kur flet për ajetin përgëzues të besimtarëve, për atë që ndodh mas vdekjes, çfarë tha? Dhe me këtë do mbyllim hutben. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة atëherë. Ata që besuan dhe bën vepra të mira dhe qëndruan konstant të paluhatur, besuan, bën vepra të mira dhe vazhduan kështu deri në vdekje. Kjo është sfida, deri në vdekje. Atëherë në momentin e vdekjes hapen perdet, zbresin me lajket, etj, siç dihet apo siç është transmetuar, mund ta keni dëgjuar, do ta dëgjoni në të ardhmen e kështu me radhë. Mirë, po sfida jonë është deri në atë moment. E përderisa ne jemi me jetë, atëherë ne jemi në sfidë. Ngar apo quaj si dush. Prandaj mbështetju Zotit, kërkon ndihmë prej Zotit. Mos beso tek forcat dhe fuqiat e tua, tek forcat dhe fuqia jote, mbështetju Zotit, kërkoj ndihmë Zotit dhe vallahi billahi, Allahu ka për ta parë sinqeritetin tënd dhe dëshirën tënde dhe përpjekjen tënde dhe Zoti më ka për të dhënë sukses, e ka për ta bërë mbar e mirë, jo vetëm për 6 ditëshin që ka ngel, domethënë për të plotësuar, po edhe për gjëra të tjera të mira ka për të ngritë Zoti vazhdimisht, se Zoti më Allahu xhallal xhelaluhu përpara se të shohë veprat e njeriu sheh dëshirën dhe zemrën e tij. Allahu na i pastroft zemrat, Allahu na i rregullov zemrat, Allahu na përmirësoft